Sot dhe zyrtarisht është hapur pikë pagesa në koridorin 10 në Preshev. Në mesin e 40 punëtorëve, të punësuar janë vetëm 6 shqiptar. Pikë pagesa autostradës ka 8 kursi, ndërsa që nga sot ka nisur edhe pagesa e faturave të rrugës. Fillimi ka qenë i mbarë dhe pa asnjë problem, i ka thënë kështu Radio Televizionit Presheva Nikolina Arbutina, bashkëpunëtore profesionale për koordinim dhe komunikim në putevi Srbije. Danas je otpočela naplata putarine na deonici puta od 22 km od Levosoja do granice sa Makedonijom. Naplata putarine će se odvijati na novoizgrađenoj naplatnoj stanici Preševo, koja ima, kao što vidite, 8 naplatnih kanala. Zaposlili smo, javno preduzeće Putevi Srbije je zaposlilo 40 radnika na ovoj naplatnoj stanici. Ndërkaq pagesa për automjetet do të jetë 70 dinar dhe për mjetet e rënda 440 dinar. Cene putarine na ovoj naplatnoj stanici iznose 70 dinara za putnička vozila, dok za teretna vozila, odnosno kamione, iznose 440 dinara. Në autostradet e Serbisë deri në fund të vitit do të vendosen 11 stacione të reja për pagesën e autostradës. 3 prej tyre do të jenë në koridorin 10, prej Vlladiçinhanit e deri në kufirin me Maqedoninë. Ndërka shumë shpejt pritet të hapet edhe pikë pagesa në Bujanoc. Shqiptarët për t'u shmangur pagesës autostradës duhet të zgjedhin rrugën në përfshatrat Raovic, Rotic, Rajinc, e më pas për të lidhur me vend banimet e komunës së Bujanocit, ose me pjesën tjetër të fshatrave për te magjistrales. Ndërka qeveria e Serbisë ka paraparë që në pikë pagesët autostradës të punësojë rreth 300 punëtor. Vetëm në pikë pagesën Preshev, Bujanoc dhe Vranj do të punësohen 60 persona, por deri më tani në Preshev janë punësuar vetëm 6 shqiptar.